shiu gjatë natës shkaktuan përmbytje në disa lokacione në rajonet e Shkupit, Tetovës, Gostivarit dhe Kërçovës. Rreshjet sjellin vështirësi në Asambeg, banorët kanë kujtime të hidhura nga vërshimet. Konfederata e Punëdhënësve ka dhënë një propozim se si të zgjidhet problemi rritjes së pagës minimale. LSDM akuzon VMRO se po përgatit kthimin e Gruevskit. VMRO thekson se papërgjegjësia e Venko Filipçes shkaktoi zjarrin në spitalin modular në Tetovë. Shëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Rreshjet e dendura të shiut gjatë natës shkaktuan përmbytje në disa lokacione në rajonet e Shkupit, Tetovës, Gostivarit dhe Kërçovës. Sipas raportit të qendrës për menaxhim me kriza, lumi Zajashka në Kërçovë ka dalë nga shtrati duke përmbytur disa shtëpi. Rreth 180 persona janë evakuar dhe janë streuar në sallën sportive Hristo Uzunov. Dëme janë shkaktuar edhe në qytete tjera. Rreshjet e dendura dhe intenzive gjatë mbrëmjes së të shtunës kanë shkaktuar probleme në shumë vendbanime të qytetit të Shkupit, Kërçovës, Tetovës dhe Gostivarit. Sa i përket rajonit të Shkupit, fshatrat Bukoviç, Arnaqi dhe Semenish në komunën e Sarajit janë përfshirë nga përmbytje. Sipas pamjeve, nga tereni disa rrugë janë mbuluar nga uji, ndërsa sipërfaqe të tëra fushash janë përmbytur, duke vështirësuar lëvizjen e banorëve dhe qarkullimin në këto vendbanime rurale. Drejtori i qendrës për menaxhim me kriza Muhamet Ali së bashku me kryetarin e komunës së Sarajit Muhamet Elmazi kanë dalë në teren për të parë nga afër situatën pas rreshjeve të dendura në mënyrë që të koordinojnë të gjithë reagimin institucional për përballimin e pasojave të përmbytjeve. Gjendje krize në disa vendbanime të komunës së Sarajit, prej mëngjesin e hershëm së bashku me ekipet relevante gjegjese në shtet, jemi në teren. Shtabi i krizës në kuadër të komunës Sarajit kanë bërë mbledhje dhe komisionit kanë dalë vese në teren për vlerësimin e dëmeve banorëve çka ju kanë bërë. Qendra për menaxhim me kriza njoftoi se ekipet e brigadës për mbrojtje nga zjarri të qytetit të Shkupit së bashku me njësinë e zjarrfikësve të Tetovë po kryejnë pompimin e ujit nga objektet e përmbytura dhe pastrimin e zonave kritike, ndërsa ndërmarrja publike ujësillësi dhe kanalizim Shkup stabilizon dhe pastron rrjetin e kanalizimeve për të parandaluar përmbytje të mëtejme. Shirat e dendur po ashtu shkaktuan përmbytje në lumit të Zajashka në Kërçovë ku përfshin disa shtëpi. Rreth 180 persona u evakuan dhe u vendosën në palestrën sportive Hristo Uzunov. U regjistrua po ashtu grumbullim uji në rrugën 29 nëntori në lagjen Podvarosh, ku u përmbytën disa podrume si dhe u përmbytën edhe disa objekte të spitalit në Kërçovë. Në Tetovë është raportuar rrëshqitje dhe bllokimi rrugës Tetovë fshati Gjerm, ku trafiku është ndaluar, që nga ora 7:45 në rrugën Tetovë Mali Sharrit është vendosur ndalesë për automjete të rënda dhe autobus për shkak të rreshjeve të borës. Në Gostivar dhe fshatrat përreth janë raportuar për mbytje të shtëpive në fshatin Belovishte, si dhe në lagjet Siglan dhe Banjeçnice. Raportohet edhe bllokimi i kanalit në fshatin Balindol, ku përmbytën disa shtëpi. Rreshjet e dendura kanë sjellë vështirësi në Asambeg, një vendbanim ku banorët kanë kujtime të hidhura nga kjo fatkeqësi natyrore. Uji ka mbushur oborret e disa shtëpive duke bllokuar daljen dhe duke krijuar rrezik për dëme të mëtejshme. Situata nxjerr në pa problemet me kanalet e parregulluara. Banorët paralajmërojnë rritjen e presionit ndaj autoriteteve për zgjidhjen e përfundimtare të problemit me kanalin. Kanali i parregulluar për të cilin banorët paralajmëruan prej kohësh vazhdon të shkaktojë dëme. Banorët janë të shqetësuar se nëse rreshjet e shiut vazhdojnë, situata mund të përkeqësohet akoma më shumë. Ndaj, ata kërkojnë që të merren masa sa janë ende në kohë, sepse uji nuk pret premtime.
Rreshjet e dendura të sotme të shiut kanë sjellur vështirësi në Hasanbek, ku uji ka mbushur roboret e disa shtëpive, duke bllokuar daljen dhe duke krijuar rrezik për dëme të mëtejshme. Situata nxjerr në pak problemet me kanalet e parregulluara, ku thekson për të disatën herë nevojën për ndërhyrje urgjente para se dëmet të përkeqësohen. Qenan Ismaili, një banor i Hasanbekut, ku edhe në emër të gjithë fqinjëve që nuk donin të flisnin para kamerave, për televizionin Shenja shprehi revoltën e tij dhe të gjithë të tjerëve. Mirëdita, quhem Qenan Ismaili, banor i Hasanbekut. Kemi problem me këtë kanalin, e veç nuk është sot e dje. Baba këtu prej 70-ën kur ka ardhur, e ka përjetu këtë kanal, u plak, e ka vdek, unë i bona 50, pe përjetoj. Gjithmonë e kanë marrë si gjoker kanalin. Kur kanë ardhur votimet mi lip, i kanë lip gjoker o konë gjithmonë kanali. Do të bëhet kanali, do ndërtohet kanali, jo korrit, jo gurs, gjën ndonjët kur hiç s'kan ndërtu. Tash jam detyruar sot, kanë një ujë në shtëpi, krejt rrugëve kryesore, shkam lidhur ujë atmosferska te komuna që del, vjen këtu në kanal na hina për shtëpia. Mosat ne problemet pi kemi. Shikoni në shlej kamerën, në shifët. Këto janë krejt që kemi mbledh, jam detyruar me pru bagerin privat. Të lodhur nga premtimet, ata shprehin hapur zhgënjimin dhe paralajmërojnë edhe për ndonjë protestë të fuqishme, nëse problemi me kanalin vazhdon kështu duke mos u zgjidhur. Para një muajve kam bë apel, njëjtë kam pas probleme, nuk kanë marrë masa në komunë. Tash pritet, na dhënë një lajm që do të vere një bager, një kamion. Po ata unë tersa tash nuk e besoj. Se jemi manipulu me kësi muhabete, kina me ardh, kina me qu, jo të hanën, jo tjetër njëf, kur nuk u po kur gja. Kjo duhet mu pastru një herë për gjithmonë mu kri kjo punë. Jo me më gjoker për banor të Hasanbekut. Kanalin kina me ndërtu, kurse nuk ndërtohet. Amo edhe ne do të revoltohemi në ditë keq, kur do të dalme edhe në një protest fuqishme ta bojmë, atëherë nuk do të jetë mirë as për komunën, as për banorët, as për kërkan. Banori paralajmëron dhe shqetësohet se nëse rreshjet e shiut vazhdojnë, ka gjasa që uji të hyjë më shumë në shtëpi dhe thekson se për këtë shkak sot janë detyruar që të angazhojnë bager privat. Kjo rrezik në qoftë që vazhdon sante me ra, alo. Kjo rrezikon edhe mrejna mi. Sukur që në 2016 që na ka ndodhur, kjo mund me ndodh apet. Pse nuk ka rrugdalje, nuk kanë pastru bërlloki, shamaki, prej gjithçka vjen këtu shkat mlidhet këto te ura. Ta kemi problemin. Unë sot në shtape ka përcej me qatu ishka inqizut. Po në qoftë që vazhdojnë, vërshimet e shiut, a do tjetë më rëzik do tjetë. Unë e hetoj rëzikin se shka vjen. Për që ta kam dalë, kam murë masa. I kam lidhë, kojshin, banur të kretë, mendima me sen, privat bagerin, për shka ne ta pastrojmë privat, kurse është shteti. Ndërka që a i thekson se ky kanal për të cilin u dhanë shumë premtime, por që deri më tani nuk u bë asgjë, duhet me do e mos të ndërtohet dhe të pastrohet një herë për gjithmonë. Pastrohet kanali, ndërtohet kanali sukur na kanë premtu. Afrim Gashi, Izet Megjiti, edhe Bobi, na i kanë premtu qëto te komuna, kur janë konë te Aljavdoviç janë, na kanë premtu që kanali do të bëhet me beton, korrit, kret. Ajo në qoftë që njëherë ndërtohet ashtu, në kurs do të ketë problem. Që 70 vetë ki problem është. 70 vetë, po plakmi kanë mu plak djemë temi, kanë me vdik gjoker kanalin. Qese pravi kanalët, merë votat. Nuk shkon kështu gjithmonë. Ne mu manipulu, okej. Amo, një ditë në vend të eri këto. Edhe ne kemi boll kur ta bojmë. Kur ta bojmë ne boll atëra shumë keq. Po kemi qef me orë të eri ati. Citata. Ne të murin mosa, ne të pastrot, mos mlidhet uji. Që detyronë në tjap, si cëllën javë shkatë bereshime dhe në pare bagerin, atak edhe kitë privat, për shka, çfarë arsye? Përderisa ky problem për vite me radhë vazhdon të shkaktoj dëme të njëjta, teksa zgjidhja e tij është të përmbytur nga institucionet, banorët thonë se durimi ka një kufi. Ndaj, janë në pritje të ndërhyrjeve të menjëhershme nga institucionet. Drejtoria për punë hidrometeorologjike njoftoi se nga fundi ditës së nesërme gjatë natës dhe të martën pritet rënje e temperaturave me rreshje të reja më të dendura, të cilat në male dhe në vendet më të larta do të jenë në formë dëbore. Në male do të rritet lartësia e shtresës së borës, ndërsa shtresa e re pritet të formohet edhe në disa zona më të larta. Më pas, gjatë 2 ditëve në vijim do të mbajë mod kryesisht stabil, ndërsa
Të premtën sërish priten rreshje më të shumta shiu dhe dëbore. Në malet e pjesëve veriore sot rreshjet e shiu do të kalojnë në borë, ndërsa pasdite do të fryjë erë nga drejtimi verior. Nesër, temperaturat minimale do të jenë nga -1 deri në 4 gradë, ndërsa maksimalja nga 4 deri në 13 gradë. Temperatura më ulët e mëngjesit parashikohet të jetë të ejtën nga -1 deri në -8 gradë Celsius. Komuna e Strugës po merr masa të intensifikuara për të kapërcyer problemin me ndotjen e ujit të pijshëm, njoftoi kryetari i qytetit Mendi Qyra. Ai tha se të hënën me 16 shkurt një institucion privat ekspert nga Shkupi do të kryejë analiza të hollësishme për të përcaktuar shkaqet e ndotjes. Ndërkohë, Prokuroria Themelore Publike e Strugës ka hapur një çështje për të përcaktuar shkaqet e ndotjes dhe përgjegjësinë e mundshme penale për dëmtim të mjetisit. Me urdhër të prokurorisë do të kryhet një inspektim i burimeve me praninë e policisë dhe shërbimeve kompetente të inspektimit. Banorët nuk kanë mundur të përdorin ujë nga ujësjellësi i qytetit për një javë, përndryshe uji në Strugë momentalisht është i ndaluar për pirje dhe përdorim pasi disa ditë nga rubinetet rrjedh ujë turbullt dhe me ngjyrë kafe të errët. Konfederata e punëdhënësve ka dhënë një propozim se si të zgjidhet problemi i rritjes së pagës minimale. Sipas Mile Boshkov, nga kjo konfederatë situata shpëton ligji me harmonizimin sipas bruto produktit vendor, inflacionit, kostove të jetesës, produktivitetit dhe nivelit të pagave do të bëhet për llogaritja pas së cilës do të harmonizohet rritja e pagës minimale tani në muajin mars. Boshkov po ashtu ka kritikuar bizneset që marrin si arsye produktivitetin e ulët të punëtorëve për mos rritjen e pagës, duke thënë se kompanitë vendore nuk dinë çka do të thotë produktivitet. Konfederata e punëdhënësve është për rritjen e pagës minimale, megjithatë ata kërkojnë që për shumën nga 600 deri në 6.000 denar të lirohen nga kontributet sociale, ku edhe punëdhënësit edhe qeveria mund të ndihmojnë në drejtim të rritjes së pagave të punëtorëve dhe forcimit të standardit të jetës. Mile Boshkov, nga kjo konfederat, në intervistën për Radion Evropa e Lirë, tha se ata duhet i përfaqësojnë interesat e të gjithë punëdhënësve, veçanërisht të ushtruesve të pavarur të veprimtarisë, sipërmarrësve të rinj dhe zejtarëve, të cilët kanë vështirësi për të siguruar të ardhurat të qëndrueshme, në mënyrë që të mund të përballojnë rritjen e detyrimeve në lidhje me pagat dhe kontributet. Ka ndodhur në vendin tonë, por edhe në vende të tjera, që qeveria të marrë pjesë kur bëhet fjalë për standardin e qytetarëve. Prandaj ne ofruam një zgjidhje që jo subvencionimi, por lirimi nga kontributet sociale mund të jetë çelësi për rritje, përkatësisht ulje të kosteve të punëdhënësve në bazë të kontributeve sociale, por njëkohësisht edhe rritje të pagës neto për punëtorët. Kështu qeveria mund të marrë pjesë. Megjithatë, me gjas është e vetëdijshme se në muajin mars bëhet harmonizimi, prandaj edhe shtyn përfshirje në këtë aktivitet. Në lidhje me qëndrimin e odave ekonomike të cilat e problematizojnë produktivitetin e ulët të punëtorëve për të arsyetuar pagën minimale, Boshkov tha se bizneset e përdorin këtë si pretekst për të mos rritur pagën, ndërsa në fakt, sipas tij, vetëm një numër shumë i vogël kompanish e din çfarë është produktiviteti. Jo vetëm në sektorin privat, por edhe në atë publik, punëdhënësit vërtet nuk dinë si të matin produktivitetin, sepse nuk kanë investuar as në mjete, as në dije, as në teknologji, absolutisht në asgjë. Me përgjithësi deklaroj se produktiviteti përdoret si një frazë boshe, si një justifikim për të mos e rritur pagën minimale, dhe me përgjithësi të plot, duke marrë mbi vete gjithë rrezikun. Them se punëdhënësit nuk e dinë, por duhet të mësojnë se çfarë do të thotë produktiviteti dhe matja e produktivitetit. Kujtojmë se lidhja e sindikatave vazhdimisht kërkon rritjen e pagës minimale në 600 euro. Për këtë javën e kaluar u organizuan edhe protesta, me çrast u bllokua hyrja e kuvendit dhe odës ekonomike, ndërka qeveria thot se për rritjen e pagës minimale duhet të ketë pajtim edhe nga punëdhënësit.
Në rastin e shënimit të 62 vjetorit të themelimit, gjykata kushtetuese fton qytetarët në takime të rregullta me kryetarin e gjykatës Darko Kostadinovski. Gjykata informon se takimet do të mbahen çdo të ejtet të parë të muajit dhe do të jenë të hapura për të gjithë qytetarët të interesuar. Qëllimi i këtyre takimeve është që puna e gjykatës kushtetuese t'u afrohet qytetarëve, të rritet ndërgjegjësimi për të drejtat e garantuara me kushtetutësi dhe të sqarohet mënyra e paraqitjes së rregullt të parashtresave në gjykatë. Kjo është një mundësi unike që çdo qytetar të njihet nga afër me kompetencat, procedurat dhe rëndësinë e vendimeve të gjykatës kushtetuese në mbrojtje të drejtave dhe lirive të të gjithë qytetarëve, thanë nga gjykata. Të interesuarit mund të aplikojnë në mënyrë elektronike në adresë gragani-usta-dënsut.mk, ndërsa informacione shtesë janë të disponueshme edhe në numrin e telefonit 2322 3626. LSDM po akuzon VMRO se po përgatit kthimin e ish kryeministrit aratisur Nikola Gruevski. Sipas partisë opozitare, sulme ndaj lëndëve të PSP-s janë pjesë e operacionit për rikthimin e tij. Ndërkohë, VMRO thekson se papërgjegjësia e Venko Filipçës shkaktoi zjarrin në spitalin modular në Tetov. Partia opozitare LSDM pretendon se VMRO po përgatit kthimin e ish kryeministrit të aratisur. Simona Cvetanovski, antare e Këshillit Ekzekutiv të LSDM-s, deklaroi se sulmet ndaj lëndëve të PSP-s janë pjesë e operacionit për rikthimin e Nikola Gruevskit. Sipas partisë opozitare, ndërsa institucionet nuk lëvizin as gishtin për tenderet kriminal të VMRO-s, qytetarët po shohin një fushat të zezë me sulme ndaj lëndëve të PSP-s. Kjo është pjesë e operacionit politik për rikthimin e Nikola Gruevskit dhe për rrëzimin e rendit juridik në vend. Hapi kyç në këtë operacion është sulmi sistematik ndaj prokurorisë speciale publike dhe ndaj aktgjykimeve që dolën nga puna e saj. Qëllimi është i qartë: diskreditimi i lëndëve, përkatësisht relativizmi i aktgjykimeve që dolën nga këto raste dhe përgatitja e terrenit për anulimin e tyre. Një përpjekje për të fshirë përgjegjësinë për krimet e pushtetit të kaluar dhe për të paraqitur si viktim të aratisurin nga drejtësia Nikola Gruevski. LSDM vlerëson se po merren vendime në drejtësi në kundërshtim me rekomandimet evropiane, po merret kontrolli plot mbi gjyqësorin dhe prokurorin, ndërsa bëhet gjithçka me qëllim të sigurohet terren i sigurt për rikthimin e shefit. Ndërkohë edhe VMRO ka kritika për ish pushtetin. Valentin Manasievski, antari i VMRO DPMN-s, ka deklaruar se papërgjegjësia e Venko Filipçës në zjarrin e spitalit modular në Tetov është shembull se LSDM ka qenë mbrojtur nga organet e drejtësisë. Partia thekson se në vend që të përmirësoheshin kushtet në spitalet ekzistuese dhe të sigurohej mbrojtje për pacientët, qeveria atëhershme e LSDM-s me procedurë urgjente e ndryshoi ligjin për ndërtim. VMRO thekson se sipas pretendimeve të bëra publike nga ish prokuroria e PSP-s Leila Kadriu, në vend të paneleve cilësore me lesh guri që janë rezistente ndaj zjarrit deri në 40 minuta, janë vendosur panele me shkum bur me material që digjet lehtë. Поранешният обвинител Калила Кадриu Ish prokuroria Leila Kadriu ka deklaruar publikisht se është pezulluar pasi ka kërkuar ekspertizë ndërtimore dhe se sipas saj, nëse hetimi do të kishte vazhduar, gjysma e qeverisë do të kishte përfunduar në burg. Nëse një prokuror largohet në momentin kur afrohet përgjegjësia e funksionarëve të lartë, kjo flet për presione të drejtë për drejta dhe për partizim të plotë të sistemit të drejtësisë. Ky ishte sistemi i LSDM-s dhe Filipçës. Ligjet ndryshoheshin sipas nevojës, institucionit viheshin nën kontroll dhe përgjegjësia shmangej. VMRO thekson se qytetarët meritojnë hetim të plot, përgjegjësi të qartë dhe drejtësi. Ministria e Mbrojtësme ka dhënë detaje për aktivitetet për të ndëshkuar shkelësit e rregullave në komunikacion. 15 shofer u arrestuan dje për drejtim mjeti pa leje ose pa ndalim aktiv. U ndaluan edhe disa persona që drejtonin automjetin në gjendje të dehur. 15 shoferë u arrestuan dje për drejtim mjeti pa leje me ndalim aktiv për drejtim mjeti dhe në ndikimin e alkoolit. Sipas policisë, 2 prej të dehurve ishin të mitur. Gjithashtu, Ministria e Brendshme informoi se oficerët e policisë arrestuan 4 persona në Gostivar, 2 në Tetov dhe nga 1 në Veles, Kërçov dhe Manastir për drejtim automjeti pa leje drejtimi.
Një mitur nga manastiri kishte goditur një këmbësor me automjet dhe ishte konfiskuar automjeti, ndërsa në Gostivar, një të mituri ishte konfiskuar një moped, i cili kishte goditur një oficer policie, i cili po kryente detyra zyrtare, nga një shofer në Gostivar dhe nga një shofer në Kavadar, drejtoi automjetin pavarësisht se kishte një ndalesë drejtimi të kategorisë B. Ministria e Brendshme gjithashtu njoftoi se shoferët në Makedonska Kamenice, Gjevgjeli, Strumice dhe Makedonski Brod drejtonin automjete në ndikimin e alkoolit. Shoferët në Gjevgjeli dhe Makedonski Brod kishin shkaktuar më parë aksidente trafiku me dëme materiale. U apelojmë të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut, të mos drejtojnë automjete pa leje ose nëse u është shqiptuar ndalim për drejtim ose nëse janë në ndikimin e alkoolit, thonë nga Ministria e Brendshme. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar ashpër ndaj kërkesës së prokurorisë së Hagës për dënimin me 45 vite burg të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe 3 udhëheqësve të tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Në rubrikën e tij të përjavshme të podcastit të tij Shënimet e javës, Rama e cilësoi këtë kërkesë si një çmenduri, një paturpsi dhe një mizori që bie ndesh me çdo ligj ndërkombëtar. Mu desh dhe më duhet sinqerisht, më duhet kohë të kuptoj se si mund të përballet një gjë e tillë, një çmenduri e tillë, një paturpsi e tillë, një mizori e tillë me fjalë. Kërkesa për 45 vite burg për 4 figurat, domethënëse të luftës çlirimtare, ishte një bombë e hedhur mbi popullin dhe mbi Republikën e Kosovës, ka thënë ai. Sipas kryeministrit, prokuroria ka dështuar të sjellë prova konkrete pas 6 viteve hetim, duke mbështetur vetëm në pretendime për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte gjatë viteve 1998-1999. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nuk do të marrë pjesë në seancën e inauguruese të iniciativës së Bordit të Paqes të nisur nga presidenti SBA-s Donald Trump, e planifikuar për 19 shkurt. Qëndrimi ynë mbetet i pandryshuar dhe ka qenë shumë i qartë që nga fillimi kemi një numër pyetjesh në lidhje me element të caktuar të kartës së Bordit të Paqes, që lidhen me fush veprimin e qeverisjes dhe përpushmërinë e saj me kartën e OKB-s, ka deklaruar zëdhënësi Komisionit Evropian Enoni. Megjithatë, El Anoni nënvizoi gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të bashkëpunuar ngushtë me Shtetet e Bashkuara për zbatimin e një plani gjithëpërfshirës paqeje për Gazën. Në këtë kuadër, Bordi i Paqes i propozuar do të funksiononte si një administratë kalimtare në përputhje me rezolutën 2803 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Nënt palestinez u vranë dhe të tjerë u plagosën sot në sulmet ajrore izraelite që goditën një tent të personave të zhvendosur dhe civil në veri dhe jug të ripit të Gazës në një shkelje të re të marrëveshjes së armëpushimit. 5 palestinez u vranë dhe të tjerë u plagosën në një sulm ajror izraelit që goditi një grup civilesh në jug perëndim të Khan Younusit në jug të ripit të Gazës. Sulmet erdhen pasi ushtria pretendoi të shtunën se kishte zbuluar luftëtar duke dalë pranë forcave të saj në veri të ripit të Gazës. Një marrëveshje armëpushimi me 10 tetor 2025 i dha fund luftës 2 vjeçare të Izraelit që nisi me 8 tetor të vitit 2023. Autoritetet palestineze thonë se konflikti vrau më shumë se 72.000 palestinez, plagosi mbi 171.000 të tjerë dhe shkaktoi shkatrime të gjëra që prekën 90% të infrastrukturës civile. OKB-ja vlerëson se kostot e rindërtimit janë rreth 70 miliard dollar. Ushtria siriane ka marrë në kontroll bazën ushtarake Al-Shaddadi në periferi të qytetit Hasaka në verilindje të Sirisë pas koordinimit me SBA-n. Baza konsiderohet një nga lokacionet më strategjike në rajonin e Jaziras siriane për shkak të vendodhjes së saj gjeografike që lidh prefekturat Hasaka dhe Deir ez-Zor.
Baza ishte nën kontrollin e koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SBA-ja kundër grupit terrorist ISIS që nga viti 2016 dhe përdorur si qendër kryesore për menaxhimin e operacioneve dhe sigurimin e fushave të naftës. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentjen, bashkë mirupafshim.